ne deri më tani për lirinë e shprehjes, se nuk duhet të shprehemi në mënyra të këqija për ta marrë njerëzit atë mendim sikur është vendimtar. Tash nga Kosova kanë shkuar për ta kryer umrën një pjesë e konsiderueshme. Po çka në të vërtetë është umre? E kush duhet ta kryejë ata? Umra o atimul umra wal hajju lillah, pra dhe kryeni umrën dhe haxhin vetëm për Zotin. Do të thonë umra kryhet për hir të Zotit, edhe haxhi për hir të Zotit. Është një udhtim për dikon që se kupton. Pastaj duhet më tregoni më falë që ju ndërpres. Dallimin mes haxhit dhe umrës. Po, patjetër, s'diskutohet. Umra bëhet në një kohë, domethënë haxhi bëhet zakonisht për Kurban Bayram, domethënë që janë 10 ditë të Dhulhijhes, përjetohet periudha e haxhit dhe dita e Arafatit që është domethënë qëndrimi në kodrën e Arafat. Pra është një herë në vit haxhi. Kurse umra mundet më bëhet dhe jashta, domethënë kësaj kohe. Mund të bëhet në një kohë normale, kështu sikur gjitha kohët, kupton? Edhe për dikën që nuk ka shkuar asnjëherë në umre, si shpjegohet për shembull umre? Për diçka që s'ka shku umra shpjegohet kësaj. Umra është një udhtim që bëhet në Mekë dhe Medinë, në qytetin ku Mekja, ku lindi Muhamedi alayhis salam, dhe gjendet Qabja, që është shtëpia e parë në tokë e Zotit, ku kanë adhuruar Zotin njerëzit vazhdimisht. E thuhet mbi Qabe është një Qabe tjetër që qëndrojnë 70.000 melajke. Edhe hyn 70.000, dalin 70.000 dhe Zoti e din më së miri. Edhe aty bëhet vazhdimisht lutje Zotit, vetëm ndaj Zotit, adhurim, ibadet, wa abudullahu la tushriku bihi shay'an, pra adhuroni Zotin e mos i bëni atij shoq. Pra, fjala vjen. Unë dhe ti vendosmi sot që të udhtojmë për në Mekë dhe në Medinë, të vizitojmë gjithë ato vendet, Muzdelifen, Arafatin, Safa Merwa, kodrat Safa Merwa, edhe të veshim ato rrobat e bardha që është ihram, teshat e bardha, duke qenë të pastërt me gusull, me abdes, edhe shkojmë e bëjmë tavaf. Tavafi është rrotullimi rreth Qabes, duke përmendur Allahun, duke pa mekami Ibrahim, forkemin ku kalon Ibrahimi alayhis salam, ku ka bën rindërtimin e këtij objekti, sepse është bërë dhe rindërtimi, sepse ka pas në histori të kaluar, thotë ka pas vërshime, ka pas ashtu, edhe është kon një dëmtim i kësaj shtëpie. E tani e kanë rindërtuar Ibrahimi me djemtë e vet Ismailin dhe Ishakun, e kanë bërë rindërtimin e këtij objekti, dhe aty lebeik Allahumma lebeik la sharika lah, pra kanë thënë Allah të përgjigjemi ty, ti je pa shoq, dhe aty bëhet pelegrinazh. Por tavafi ka për qëllim edhe tavafin shpirtëror, për mirësimin e gjendjes shpirtërore dhe mendore të njeriu. Ku shkon me bë umrën ose haxhin. Haxhi normal ka vlerë më të madhe. Dy umre janë të barabarta me një haxh. Shikoni çfarë rëndësi ka. Pse se haxhi në ditët të shenjta. Wal fajr wa layalin ashr wa shafi wal watr. Thot Zoti Kur'an pasha agimin dhe 10 netët. 10 ditë i Dhulhijhes është në kalendarin islam, Hanur, Kamria që quhet Hana, që bëhet domethënë haxhi. Pra atëherë ka shenjtninë, ka hynin e vet në atë kohë, domethënë mu bë haxhi është më i vlefshëm se gjithçka. El hajjul mabrur quhet ai, domethënë haxhi i pranueshëm te Zoti në atë kohën e caktuar me vetën. Kurse umra bëhet me një ditë të zakonshme dhe mund të kryhet, por e ka edhe ajo efektin e vet, kuptohet, se është ibadet, është një vizitë që jetu i bëhet në vendeve të bekuara që Zoti ka përmend në Kur'an. Pra, ka thonë vizita e Qabes është mrekulli, është begati për Zotit, sepse aty kanë jetu pejgamberët Ibrahimi alayhis salam, Ismaili, Ishaki, kanë kaluar ndaj pari, Muhamedi alayhis salam, e gjithë ta pejgamberët Zotit kanë kaluar ndaj pari. Por pejgamberi alayhis salam në jetën e vet, një herë ka shkuar në Qabe. E ka bërë një haxh, edhe pse ka pas shumë afër. E ka njerëz sot që shkojnë 4-14 herë. Por haxhi një herë është obligim. Edhe kur ki mundësi financiare, monetare, kuptohet. Nuk obligohet i varfër, për shembull, nuk ka mundësi me shku, nuk obligohet. Ama nëse ki mundësi, atëherë obligohesh. Është për shtyllave të Islamit. Islami ka 5 shtylla, një ndër këto 5 shtylla është vizita e Qabes, vendit të shenjtë të bekuar, ku ka, domethënë ka bë lutjet Muhamedi alayhis salam. Nëse ju thatë, nëse vizitojmë 3-14 herë, është ndoshta pak një maltretim, ndoshta?
të shkojmë 3-14 herë dikon ta vizitojmë ose na duhet edhe ta lëmë një punë në gjysmë që të shkojmë të vizitojmë. Si shpjegohet të shkojmë për 3-14 herë? Si është e mundur të shkojmë për 3-14 herë ose a ka ndonjë benefit kjo të shkojmë 3-14 herë? Unë mendoj, unë prapi i rikthehem pyetjes më hershme. Unë prapë them, më mirë të shkohet një herë dhe të përmbushet ajo shtylla e Islamit. Unë mendimi im, opinioni im, nuk do të thotë që unë e kam drejt. Sepse një herë shkoi edhe Muhamedi alayhis salam. Dhe më mirë shkohet një herë, dhe ato 12 herë të kursehen ato para, të ushqehen një tim, të varfër, bonjak, të botohet ndonjë libër rreth shkencës dhe besimit, të shkollohet ndonjë student do të bëhet profesor doktor shkence, ose ndoshta është ndonjë janë dy fshatra ndoshta aty pari që s'kan urë për të kalu, e ato para ti bësh për hir të Allahut një jetë që ndërtohet një urë, ato dy fshatrat kanë mundësi me kalu për një kandi një kënd tjetër. Kemi pas rast një fshat ura e prishur, nuk kanë mujt mi çu në spital fëmijën e vegjël, mi shëru, mi kuru, kanë ndodhur ka vdek fëmia pse s'ka pas një urë, o duhet me kalu në përprue, dhe ka dalë për urës, kanë ndrujet fëmia, kupton e. Ose gruaja ka qenë shtatzane dhe s'ka mujt me çu në spitalin, sa duhet me kalu nga ky fshat në fshatin tjetër për me kap ambulantën atje ose spitalin e qytetit. Edhe kjo është sadaka shumë e fuqishme. Pastaj edhe Zoti çuditet me këta lloj njerëzish që ndoshta shpesh herë ngatrojnë të vërtetën nga pa vërteta dhe i ngatrojnë gjërat, mendojnë mu bë si thonë të na mu evlia ose evliaja, ashtu duhet me pas pak kujdes njeri, se mund me kalu edhe në abuzim, në teprim, disa gjanave. Atëherë duhet me shiku pak edhe nefsin e atij, ose qëllimin, tendencën, a shkon për tregti, a shkon për ibadet. Allah e din mas mirë po mu nuk me do këtë arsyeshme në kias, në analogji, shkuat aq shpesh, edhe kur të shikosh ndoshta ku ishia e tij afër aty s'ka ushqim për ngran, ose rruga e tij është këtë grup aty afër, ose ka student që i ka ku ishi, nuk kanë mundësi, janë talenta, janë njerëz me pretendim për me ndihmu atë dheut, nuk i ndan një bursë ose një diçka. Është me keqardhje. Faleminderit shumë.